Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish në platformën tonë digjitale, Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë me ju analizën se kush mund të jetë sonte finalisti i parë. Televotimi vazhdon akoma të jetë i hapur, kureshtja është e madhe e publikut për të ditur se kush do të jetë finalisti, kush do ta përfaqësoj sonte finalen i pari dhe kush do ta shijoj këtë momentin. Tani votat janë mes Labinot Rexhës edhe Klodianit. Labinot Rexha ka patur 3 drona, ka një zarf të zi brenda në shtëpi që mund t'ja ndryshon lojën dhe rrugtimit Labinotit dhe pikërisht sonte në shtëpinë e Big Brotherit futet stresi, një personazh që Labinotin e ka mbështetur, i ka dhënë dashuri dhe e ka dashur shumë. Tani çfarë po ndodh? Nga informacione që kam unë, Labinoti është më i votuari, por ndoshta këtu mund të luhet një strategji që më i votuari në këtë mes do të mbetet për në fund, do me thënë të përzgjedhet si finalist, ndërsa banorët e tjerë, në këtë rast do me thënë që janë Klodiani, mund të shkojnë që sonte natën e parë. Unë në fakt kisha dashur që të shkon Klodi, edhe pse Labi ka luajtur mirë, ka qenë një banor i fortë, do me thënë ka kaluar nominime shumë të forta, ka patur përballje shumë të forta, por mendoj që Labinoti në qoftë se do të shkon në finale, nuk do të luan dhe shtëpia do të bie në gjumë, sepse e ka siguruar finalen dhe nuk do të luan më. Do me thënë ndikon shumë shpirtërisht kjo. Mendoj që në këtë moment, kur Klodi do të zgjidhet, Labinoti do acarohet më shumë edhe do të luan më tepër, se në qoftë se produksioni e lejon shtëpinë që të bie në gjumë, atëherë do me thënë ka përfunduar gjithçka.